Ka qaste kur trupi endet, por shpirti është i varrosur diku thellë, në një vend ku as drita nuk arrin të hyjë. Janë ato ditë të heshtjes së zgjatur, ku çdo fjalë tingëllon e zbrazet, çdo prekje është e largët dhe çdo frymarrje është si barr e rëndë. Në zemrën time ka kohë që s'ka pranverë, asgjë nuk lulëzon, askush nuk arrin me ngrohtësi, dhe shpresa është një fjalë që ka humbur kuptimin. Nuk kam më shpresë, as për jetën, as për një të ardhme, që dikur e kisha ndërruar me sy hapur. Jam lodhur duke kërkuar kuptimin e një bote që më sheh pa më parë, që më dëgjon pa më kuptuar. Më duket sikur askush nuk më ndjen, sikur jam një hije që kalon pa lënë gjurmë. E vërteta është se ndonjëherë nuk dua më të jem. Jo nga dobësia, por nga lodhja. Lodhja e përhershme shpirtërore që më shtëron ngadalë. Nuk jam e zonja të socializohem më. Kur dikush më afrohet, shfaq buzëqeshjen që kam mësuar ta mbaj si maskë. Por brenda vetes jam një stuhi. Kam nevojë për dikë që të më kuptoj, por nuk di më si ta lejoj dikë të më afrohet. Zemra ime është bërë një kështjellë e rënuar, me dyert të kyçura e dritare të thyera. Më ka munguar ngrohtësia e sinqertë, përqafimi që shëron pa fjalë, zëri i butë që të thotë, unë të shoh, unë të ndjej, unë të kuptoj. Ndonjëherë e urrej që jam ende këtu. Është ndjesia më e frikshme kur shikon të tjerë duke qeshur, duke jetuar, ndërsa ti mbetesh një spektator i ngrirë në një dhimbje që nuk pushon. S'dua më të jem në këtë jetë, jo kështu, jo me këtë bëshllëk që më hapër mbrenda, jo me këtë ndjenjë se gjithçka është pa kuptim, se asgjë nuk do të përmirësohet, se unë kurrë do të jem mirë. Por e vetmja gjë që më mban është një grimcë shprese që nuk dua ta pranoj, një fije që nuk vdes kurrë plotësisht. Ndoshta diku fell në një të nesërme që sot më duket e paarritshme, do të më pres një buzëqeshje e vërtet, një përqafim që më jep frymë, një njeri që nuk më gjykon, por më pranon. Ndoshta edhe ky shpirt i lodhur mund të shërohet. Deri atëherë, unë thjesht do të mbijetoj. Dhe nëse ky tekst është një brit që askush nuk ma dëgjon, të paktën është një dëshmi se kam djerë, se kam dashur të jetoj, qoftë edhe në mes të dhimbjes së thellë.